Përshëndetje të gjithëve, sot kena një makinë shumë të veçantë, kena bo serin 7 F01-shin, F02-shin, po tashi kena G12-ën, që është versioni lungo, G11 është i shkurtri. Kjo këtu është 750 që LI, po është e 2017-ës, po është komplet me look më 760 që, e faceliftit. Shumë e bukur. Kjo është individuale komplet, se tashi është shi, nga ka qëllu koha e keqe, po ngjyra jashtë është Almadin Brown, mrena e ka tartuf, dhe shifni pasaj shumë e bukur, full, nuk i munga si lloj opsioni. Më 760 lej është beigji këtu, stopat e faceliftit, edhe logo V12, është bo me look komplet më 760. Unë nuk është jam fan i modhi këtyne që bohen me look, po kësa i shko. Kjo ka dalë shumë e bukur. Para fenerët laser, normalisht kjo me kamera 360 gradë dhe me radare, këto i ka gjitha. Edhe night vision, gjitha gjonat i ka, që mund nga si lloj opsioni. Goma Pirelli Dise Dizeqe, edhe kalibrat shumë ngjyrë gold, shumë bukur. Këto marmitat që i ka vetëm më 760 që këtu. Kanë nga Gjapone, janë më të bukura se seria 7 e fundit besoj. Tani ta shohim edhe motorin. Kjo është me soft close, normal me dyrë me thithje, pasi pat kjo kush dhe i ketë. Kjo është motori 4.4 V8 biturbo, me turbo të mes Hot V. Kjo është versioni i updatumi në 63-shit. Këtu ka 450 kuaj fuqi edhe 650 Nm torque. 2019 në kanë updatu prapë, kanë bërë me 523 kuaj fuqi, më duket edhe me 750 Nm torque. Po edhe kështu si që është shumë i fuqishëm, kjo është stok, si është bona gjo. Me valvul hap, me valvul nu. Si fshes me kërend me valvul nu. Ta Alpina që përdor po të njëjtën ka 600 kue, po e modifiko edhe turbot. Shumë i fuqishëm. Pastaj më lartë ka qenë 760 që ta mom, me 6.6 V12, pa ajo është histori tjetër. Twin Power Turbo, është Twin Turbo, kjo po edhe Twin Power që i ka me Twin Scroll. 2 turbo, po i ka me Twin Scroll. Për gjithë ato që duan të bleni makinë, një nga problemet kryesore dhe që konsumon më shumë kohë është gjetja e asaj makinës duhur. Tani që kemi auto shqip, e kemi shumë më të lehtë këtë proces, mjafton me shkarku aplikacionin te linku që është tu poshtë, futesh te aplikacioni edhe ke gjithë filtrat për gjetë makinën e duhur. Nuk ke nevojë të scrollatesh në për Instagram, tu bo scroll në për TikTok edhe me rjep për gjetë makinën që do, po thjesht futesh te autoshqipi, zgjedh ç'a makinë do, ja po shohim për BMW seria 7, vendos ç'a vitje do, ç'a ngjyre do, çmimin maksimal, minimal, pastaj ke gjitha tjerat, naftë, benzinë, gaz, gjitha filtrat që duhen, me ndrim, pa ndrim, gjitha llojet, edhe futesh gjen direkt makinën që do. Tu gjetëm edhe makinën që po bëjmë review, që është në shitje, do e le edhe linkun e kësaj të Instagramit tu poshtë. E njëjta makinë, po plus shef edhe tjerat, futesh i krahason, shef opsionet, se kështu i dallo tamam çka ka njëna, çka ka tjetra, se i krahason direkt me njëna tjetrën. Edhe nuk lodhesh duke bo scroll, po i shef tamam i krahason çka ka njëna më shumë, çka ka tjetra më pak, i krahason direkt. Linkun e keni poshtë, klikoni e shkarkoni për Android edhe iOS. Tani të shohim edhe interiorin, që është pjesa më e veçantë. Është me interior individual tartuf, normalisht Piano Black i ka këto pjesët e Rimesos, po me qepje, kjo ngjyra super e veçantë. Normal, bokset i ka Bowers & Wilkins, opsionale, me masazh, me memorie. Ja, kjo është BMW individual. Normalisht pas senditet elektrike, fryrje, çfryrje, përthyrje, këto s'bëhet fjalë, nuk diskutohen. Është ndër interiorat më të bukur që kam pa deri tash. Edhe crosscode është kodu me 760 Li, boksi Bowers & Wilkins të lartë. Normalisht kanë qenë opsionet gjitha. Sticker price i kësaj ka shku gati $200.000, ku janë fut gjitha opsionet. Me qepje komplet, crosscode me qepje. Shumë e veçantë. Shumë tapiceri e bukur. Edhe lart është Alcantara, panoramike, pa Alcantara kaf, shumë e pastër. Edhe të këto dorezat janë druni, s'është plastike këtu në mes. Shumë e veçantë. Edhe të timoni është BMW individual. Timoni pastaj me to që një vjetë e bardha që hec vete, këto i ka të gjitha.
s'bëhet fjalë të kontrolla, të këto gjonat që i ka gjitha tamam. Kjo është me kamio ZF me 8 marshe. Tu ka këtë që kontrollon ai driving të rrotullën që ka pas për herë, këto shortcutet që ka pas BMW-ja. Comfort Sport Adaptive Eco Pro kamera 360 gradë me ngrit makinën, gjitha këtu. Kjo është edhe me këto gesture control që lëviz gishtin kështu për të ngrit volumin që i ka gjitha këto tjera. Të ngrojë ftojes bëhet fjalë. Kjo LCD-ve që se përdor më njëri, edhe ekrani këtu e drive-it, se dilet që mundesh mi rregullu në çat do lloj mënyre, i përthej, fryn këtej, shumë e veçantë. Klimat me 2 zona, kjo ka edhe këto për fragrance. E ka dhe sëja, e ka pas të 222 për të parë, po vetë lloj parfumi edhe të aromatizo venin. Shumë e bukur. Ka dhe glove boxin që hapet mbyllet. Normal të cup holderat, ka me 8 marshe ZF. Kjo është individuale, si që pa me dhe të F01-shin, ta ofro këtë lloj personalizimi edhe këtë lloj kualiteti, që nuk e kete këto standardet. Edhe e dalloj që jemi makinë të veçantë. Këtu pastaj, kjo është për të kontrollu sedilin tjetër, këtu është masazhi. Kjo është typ të dalin llojet e masazhit. Edhe këtë door handling këtu e ka të bukur. Tani të shojmë pjesën mrapa. Edhe mrapa, duke qenë se është long wheelbase versioni lungo, ka derën më të gjatë, edhe këtu pllaka individual, boxet Bowers & Wilkins, sedilet normale elektrike, edhe këtu me masazh, me memorie, ambient light i komplet, me perde elektrike, lartë edhe lartë të mbyllë kontrollo këtë baxhën lartë, perdet mrapa, shif sa bukur i ka edhe boxet të lartë Bowers & Wilkins. Si me thonë ambient perfekt, me televizora, iPadin këtu për të kontrollu prej këtu direkt, sedilet elektrike edhe këtu direkt, me lumbar support me kreta, edhe perdet vogla ka anësh. Kjo ka i detaj këtë shtatën këtu të këto jastikqet, se kam pa në makinat tjera, dhe të specifiku kër është blerë edhe ajo në vete, po kjo interior është shumë i bukur. Po kjo nuk është ajo executive lounge, të mund ta heqësh edhe mund të mash 3 veta. Nuk thoni ke të dyja mundësit në këtë rast. Normalisht sedilje ngroje ftoje edhe mrapa, klima individuale edhe mrapa. I ka që të gjitha gjonat, si mungo asë si lloj gjoje kësa makine. Normal pastaj për hapësirë, për kokën, ke hapësirë, goxha sa të dush. Mund ta shtrish edhe më shumë, po dalësh nga krau tjetër, lëviz edhe atë sediljen aty, edhe ke hapësirë më të madhe. Nuk ka me fut në revistë në gjo vend, jo në vend kështë di se qa. Po shumë e bukur, edhe kjo pjesa e drunit tu shumë e bukur. Piano black, edhe kjo këtu. Shumë e bukur, çdo detaj. Lëkur edhe materialet mira, jo gjona plastike cheap. Si çonturit sa Rolls Royce Ghost. Isha si kanë. Pjesën fatikisht që jam provuar që në Dubai, pjesën motore që më thete realisht dhe kështë shumë kilometra. Po pra, unë të këto i kam parë, të këto me qera. Këto me qera, me 200.000 km, 200 e ca mi, që kam parë Rolls Royce-a, me 6.6 edhe s'kan pas probleme. Shumë mjetër. Pas vetëm i makinë, keshë tek makinë, dhe keshë gjithë jetën vetëm atë, që t'i buje të gjitha. Kjo ndër alternativat më të mira është kjo, edhe pamje ka, shumë prezencë, edhe shpejt, edhe rehatshme. Kjo është full, ta kur ke edhe individual është full, ose kur ke benzin, le t'i kesh opsionet TikTok, ta kesh dezinj ose manufakturë që kanë bëhë të treja, ajo është full. Se ngroje ftoje tash i kanë Kia të që ndajt. Ta në gjemi qik. Ugre bo zhurën, ugre. Zeshme pa, e kështu të egzagerume.
tjetër. Se një shpejtësim fare me këta. Që e 90 në kthesh. S'lu fare. X-Drive-i. Kjo është makinë edhe për të cejon me nejtë mrapa, po edhe me dal vetë kur del me grunë ai. Me e morë në vetë. Kur është me vonesë, ose me nej takim me i dhonë fort. Edhe për shoferin, zërri. Si duket aty mrapa, që ka rehas? Ha? Shumë liks të mrapa. Revizja ndroftasi. Po. Dihesh me rahat, ta kupton. Pastaj thonë s'bëm BMW-ja. Barake. Barake, i thuhet sa barake? Është Rolls Royce. Është Rolls Royce dhe thonë barake. Tani të bëjmë edhe verdiktin për 750 Li. Do me thonë për makinë luksi është ndër më të mirat e mundshme. Kam arru me përmenu këtu dhe Night Visionin që e ka aty. Pa e përmena jashtë fakt, pa butonin këtu mrena. Opsionet do me thonë gjitha, nuk është si mungo as si lloj. E shpejt është goxha. Versioni faceliftit tamam i kësaj është akoma më i shpejt se është si motor mëje, po detuned, po edhe kjo është goxha shpejt. Po dalim të ajo që kur i merr makinat me opsione, edhe kur i merr me opsione si që kanë Benzi Dezinjo, ose manufakturin, ose Audi ekskluziv të vetën, ose individual në BMW-s, atë bëhet diferencë shumë e madhe. Se e ndrysho komplet atë ambientin. Dhe më të ngjyrat që nuk i kete standardet, ku dëgjon siguria ja dyfishen vlerën makinës. Pastaj për pjesët e tjera, në tesme është goxha e mirë. Edhe në kthesë as është keq BMW është funditës, për këtë punë madh BMW-ja. Që mirëmbajtjet normalisht i ka kostot pak më të larta se ai parfumi që vihet aty për këtë fragrancë që ka opsionin bë 50.000 lek. Filtri i kondicionerit bën 190.000 lek, se do t'jodizum. Normal që i ka ca gjona më të shtrenjta, po tashi ka qenë makinë që ka bë $200.000, normalisht edhe shërbimet do i ketë më të shtrenjta. Për komfort pastaj, masazh para, masazh mrapa, ngroje ftoje, gjitha këto gjonat nuk ke çaj thu, është super mjet, është Rolls Royce në buxhet. Se si Rolls Royce është e ngjashëm fort, me qenë më 760 që tamam Rolls Royce pastaj edhe motorin, po ajo është kategori tjetër, nëse ka në njëri ashtu na thoni. Tash shpresoj duke të pëlqyer video, më pëlqeu shumë si makinë. Thoni ja do merreshit të, do merreshit së klasin W222. Okej, faceliftin ose pre faceliftin i saj. Apo atetën D5-ën, ata me ekranet të rinë. Thoni ju cilët do kishin marrë nga këto edhe pse. Edhe pyetja tjetër, a do kishit marrë më 760-ën apo Alpina B7? Edhe për këtë jam kurioz ta di çfarë do kishit marrë. Se është zgjedhje e vështirë edhe se Alpina shumë e bukur, po Alpina ka motorin 4.4, kurse më 760 është me 6.6 në V12. Shpresoj duke të pëlqyer video, ju uroj gjithë mirat. Nëse s'keni bërë subscribe, bëjeni. Bëni edhe follow në Instagram të faqja që kam hap për pjesë tash edhe për shitje. Edhe ju uroj gjithë mirat, shifemi video në radhës.